Ashtu siç edhe u paralajmërua ditëve të kaluara, Komisioni Rregullator i Energjetikës në mbledhjen e sotme mori vendim për uljet e çmimeve të derivateve të naftës dhe benzinës, të cilat do të vlejnë prej sonte pas mesnate. Me vendimin e ri, benzina do të lirohen për 1.5 denar, dizeli për 2.5 denar, vaji ekstra i lehtë për 3.5 denar, ndërsa mazuti për 2 denar. Benzina Eurosuper BS 95 do të shitet për 82 denar për litër, ndërsa Eurosuper BS 98 do të jetë 84 denar për litër. Çmimi i eurodizelit do të jetë 95.5 denar për litër, ndërsa vaj ekstra i lehtë për anvisëri do të shitet për 96.5 denar për litër. Çmimi i mazutit është përcaktuar në 49.2 denar për kilogram. Nga ana tjetër, qeveria ka paralajmëruar masa të reja ekonomike për parandalim të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore. Kryeministri Kristian Mickoski pret që sot të marrë raportin nga institucionet, i cili duhet të analizohet dhe më pas ditëve në vijim qeveria të ofrojë masa konkrete. Pres që të marrë raportin dhe të analizojmë këto ditë me shumë kujdes dhe më pas do të dalim me masat të caktuara. Dëshiroj që këtë herë ato të jenë të mikro-targetuara, por ajo që është e rëndësishme është se, në bazë të përllogaritjeve tona, nuk e din nëse Komisioni Rregullator i Energjetikës ka dalë me përllogaritjet e saja, benzinat 95 dhe 98 oktan duhet të ulen për 1.5 denar, ndërsa dizeli duhet të ulet për 2 denare gjysmë. Kësaj i shton edhe lirimet që i ofron okta, 2 denar për litër për benzinat edhe 3 denar për litër për dizelin. Kujtojmë se vala e rritjes së çmimeve të karburanteve filloi më 9 mars si pasojë e shpërthimit të luftës në Iran, që atëherë derivatet kanë shënuar rritje vazhdimisht, pas çka qeveria mori vendim për uljen e TVSH-s dhe akcizës për karburantët.